Jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënie dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Nga Orgen Peci. Barazimi është mungesë shumice për kërkesën e qeverisë, por do përdoret nga mazhoranca për të kundërtën, si mungesë shumice për të qartësuar nëse masa pezullim nga detyra vlen edhe për ministrat. Duke u bazuar te kjo shumica do vijojë mbrojtjen e Ballukut nga drejtësia me imunitetin e kuvendit. Vendimi kushtetuar do të thotë që masa e sigurisë e dhënë nga gjykata e posaçme rikthehet në fuqi, dhe duke nisur nga kjo e hënë, Balluku nuk duhet të hapë më derën e zyrës ku firmos paranë publike. Por vendimi do interpretohet nga shumica në parlament si i pamjaftueshëm për kërkesën e SPAK, mbi heqjen e imunitetit dhe arrestimin e ministres e miliardave. Deri tani u tha se do pritej vendimi kushtetueses, por burimet e medias nga mazhoranca sugjerojnë se Balluku do vazhdojë të mbrohet nga të vetët, me qëndrimin se gjykata kushtetuese dështoi të përgjigjet me shumicë nëse GKKO mund të pezullojë një ministër. Në përmbledhje të thjeshtë, vendimi kushtetues nuk e bën automatikisht Ballukun të arrestueshme. SPAK ende duhet të marrë autorizimin e kuvendit për të hequr imunitetin e saj si deputete. Deri tani, Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve në parlament është shtyr dhe kuvendi nuk ka votuar ende heqjen e imunitetit të saj, që është hapi kryesor para arrestimit. Balluku është zyrtarisht e pandehur nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK për abuzime në shifra të larta në procedurat e prokurimit publik. Shifra minimale e konfirmuar është rreth 700 milion euro, por shifra që përfshin edhe zgjerimin e hetimeve me lotet e Unazës së Tiranës dhe procedura shtesë arrin sipas vlerësimeve deri në 1,2 miliard euro.